Vihet sekuestro mbi pasuritë si ndërtesa, biznese dhe automjete të cilat dyshohet se janë përfituar nga veprimtari kriminale e shtetasit me iniciale KB, 45 vjeç, banues në fshatin Valare Gjirokastër, në fushën e trafikimit të lëndëve narkotike. Seksioni për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare në bashkëpunim me Agjencinë për Administrimin e Pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara në Ministrinë e Brendshme, në kuadër të një procedimi pasuror të kryer në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër, ka vënë sekuestro mbi pasuritë të shtetasit me iniciale KB dhe të familjarëve të tij, i dyshuar për pjesëmarrje në një grup me veprimtari të trafikimit të lëndëve narkotike. Konkretisht janë sekuestruar lokal, bar kafe dhe hotel 4 katësh në lagjen 18 shtatori Gjirokastër, pasuri e lloj ndërtesë 2 katëshe plus papafingo me sipërfaqe 3933 metra katror, me sipërfaqe ndërtimi 1311 metra katror në fshatin Valare Gjirokastër. Pasuri e lloj ndërtesë 2 katëshe me sipërfaqe 235 metra katror ndërtesë në fshatin Valare Gjirokastër. Pasuri e lloj truall, servis makinash me sipërfaqe 1216 metra katror me sipërfaqe ndërtimi 276 metra katror në lagjen Grehot Gjirokastër. Pasuri e lloj ndërtesë lokal me sipërfaqe 30 metra katror në lagjen Grehot Gjirokastër. Një automjet tip Audi Q7. Gjithashtu janë vënë në sekuestro dhe 8 automjete në pronësi të 45 vjeçarit dhe familjarëve të tij. Punohet për gjetjen e tyre. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme.